Eurodeputeti austriak Thomas White ka vlerësuar se Kosova ka bërë përparim të dukshëm në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në proceset zgjedhore, duke theksuar se vendi mund të konsiderojë ndër kandidatët kryesor për antarësim në Bashkimin Evropian mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ka deklaruar se kushtetuta e Kosovës është në përputhje të lartë me standardet evropiane. Kosova është një vend që ka një kushtetutë shumë të afërt me kushtetutat evropiane. Është një vend që ka dhënë shembull se si organizohen zgjedhjet në rajon dhe aty ku ka pasur dyshime, janë bërë rinumërime të rregullta. Disa vende të rajonit mund të mësojnë nga ky shembull, ka thënë White. Duke folur për luftën kundër korrupsionit, ai theksoi se Kosova është në rrugë të mirë, por procesi mbetet sfidues. Kosova është në një rrugë të mirë sa i përket luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, kjo është një betejë vazhdueshme siç ndodh edhe në të gjitha shtetet tona anëtare, u shpreh ai. Sipas eurodeputetit, nëse Kosova do të trajtohej si një aplikante e zakonshme për antarësim në BE, ajo do të renditej ndër vendet më të avancuara në negociata. Nëse Kosova do të ishte një aplikante e zakonshme për Bashkimin Evropian, do të ishte ndër vendet kryesuese. Ende ka reforma për të bërë dhe përmirësime për të parë, por vendi do të ishte në një pozitë të mirë, deklaroi ai. Megjithatë, eurodeputeti austriak theksoi se procesi i integrimit po pengohet nga faktor politik dhe nga mungesa e njohjes nga Serbia. Arsyeja pse nuk është kështu lidhet me faktin se Kosova ende nuk njihet nga Serbia dhe vazhdon të bllokohet në rrugën e saj. Kjo është një çështje ku pajtohem me kolegët sepse elita politike nuk është e gatshme për kompromis. Ka pasur dy palëzgjedhje që kanë treguar një fitues të qartë dhe kjo duhet të pranohet, përfundoi ai.